Këto janë pamjet e operacionit të zhvilluar në Breshja, ku u godit klani shqiptar i trafikut të drogës. Në pamje shihen edhe kontrollet me qen antidrog, ndërsa lënda narkotike dallohet e paketuar me logon e Rolls-Royce, një makinë luksoze britanike. Gjithashtu një oficer i antiterrorit në policinë shqiptare është pjesë e personave të arrestuar në Itali të akuzuar për një grup të strukturuar që trafikonte lëndë narkotike nga Amerika e Jugut dhe nga Shqipëria. Në pranga ka rënë punonjësi i policisë së shtetit Igli Haxhiaj, para se të ishte pjesë e strukturave të antiterrorit. Haxhiaj ka qenë edhe pjesë e skuadrës operacionale. Haxhiaj akuzohet për disa vepra penale, nxjerrje të sekretit hetimor, korrupsion dhe shpërdorim detyre. Sipas raportimeve të mediave italiane, gjykata e Brescias ka lëshuar në total 24 masa sigurie, 9 prej të cilave janë ekzekutuar në qytetin italian. Sipas të dhënave paraprake, janë 49 persona që po hetohen, 46 prej të cilëve janë shqiptar. Gjatë operacionit janë sekuestruar afro 3 milion euro, ndërsa nga shitja e drogës ky grup përllogaritet ketë fituar 12 milion euro. Sipas raportimeve në mediat italiane, grupi importonte në Itali kokainë nga Amerika e Jugut, ndërsa heroinën e merrte nga Shqipëria.